Edon Zhegrova, i transferuar tek Juventusi disa javë më parë nga Lille, ka filluar të luajë pas një periudhe të gjatë 9-muajore pauze për shkak të një lëndimi të rëndë në dhjetor të vitit të kaluar. Pas rikthimit të tij në fushë, ai pati disa minuta në Ligën e Kampionëve kundër Borussia Dortmund, ku la një ndikim të dukshëm, ndërsa ishte më pak i dukshëm në ndeshjen ndaj Veronës në kampionat. Sipas portalit italian Tutto Mercato Web, trajneri Igor Tudor po përdor këtë javë për të punuar me Zhegrovën dhe për ta rikthyer atë në formën më të mirë. Tudor synon të rikthejë Zhegrovën në formë. Sulmuesi ka cilësi të jashtëzakonshme për të pasur ndikim në lojë, qoftë si titullar apo duke hyrë gjatë ndeshjes, shkruan portali. Pavarësisht konkurrencës së fortë e Juventusi për pozitat ofensive, Zhegrova ka shansin të bëhet një lojtar kyç për bardhëzinë, duke shfaqur potencialin e tij për të ndryshuar rezultatin e ndeshjeve.